Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Si gjithmonë falënderimet tona janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotin e njerëzimit, për Muhamedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Ligjërata e parapar për sonte është pjesa e dytë e një ligjërate të cilën ne kemi mbajtur më herët. Kemi folur për Isai'n alayhis salam dhe kemi shpjeguar disa detaje që kanë të bëjnë me konceptin ton për të nga perspektiva kuranore. Sonte, me lejnë Allahu te bareke ve teala, do të flasim për po këtë temë, mirë po nga perspektiva e haditheve të Muhamedit alayhis salatu wassalam. Nëse kujtohet, në ligjëratën e kaluar, kemi thënë që rrëfimi për Isai'n alayhis salam është prej atyre rrëfimeve që ndoshta janë më të shkoqitura në Kur'an se sa në Sunet. Edhe pse roli i Sunetit është që ta shpjegoj Kur'anin, megjithatë rrëfimi i Isai't alayhis salam për shkak se ka impakt akaidor, ka efekt besimit, është trajtuar gjerë edhe gjatë në Kur'an. Sigurisht se ne kemi filluar me paralindjen e Isai't alayhis salam. Pra kemi filluar me diskutimet rreth familjes së Isai't alayhis salam, më saktë rreth Meriemës. Kemi vazhduar pastaj me lindjen, me mrekullitë, me misionin dhe kemi folur në fund edhe për ngritjen e Isai't alayhis salam. Sonte do ta bëjmë këtë plotësim nga Suneti me disa detaje që konsideroj se janë vërtet të rëndësishme. Do fillojmë prap, do ta ndjekim të njëjtën metodologji në mënyrë që ta prezantojmë hap pas hapi, që ju ta keni të qartë jo vetë si rrëfim, mirë po edhe si koncept, edhe si pjesë të doktrinës. Domthonë kur themi pjesë e doktrinës, është pjesë e akides, është pjesë e besimit që disa detaje patjetër duhet t'i marrim parasysh. Nëse kujtohet, kemi folur për Meriemën, edhe kemi përmendur që në Kur'an famadh Meriemi është thirrur si motra e Harunit. Ja ukhte Haruna, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Oj motra e Harunit, babaju s'ka qenë burr i keq, e nëna jote nuk ka qenë e pandershme. Pra kur ja kanë bërë ato akuzat se Meriemja ka bërë një mëkat, ka bërë një gjuna, e kanë thirrur me emrin ja ukhte Harun, oj motra e Harunit. Kemi përmendur që diskutimet e dietarëve janë rreth kësaj çështje ndahen në disa grupe. Mirë po, përveç tjerash kemi përmendur se si problem, si dilemë, si çështje, është ngrit edhe vetë në kohën e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Një sahabi i quajtur me emrin Mughira bin Shu'ba radhiyallahu anhu i ka dëgjuar krishterët e Nejranit, një krahinë në Arabinë Saudite, duke thënë se kinse në Kur'an ka pasaktësi për faktin se ja Zoti po i thot Meriemës, oj motra e Harunit, ndërsa ndërmjet Meriemës, ndërmjet Isai't, do thotë dhe Musait, Harunit, ka më shumë se sa 1000 vite. Pra, në një farë forme janë munduar që me u thirrë në këtë fakt, edhe pastaj nga aspekti historik me shpall Kur'anin si të pavlefshëm. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur e ka dëgjuar këtë fjalë, i ka thonë Mughirës: "Ela akhbartahum annahum kanu yusammuna bil anbiya'i was salihin qablahum." O Mughire, pse nuk ju ke treguar ti atyne se ka qenë zakon, ka qenë praktik e popullit Meriemës, e popullit Isai't alayhis salam, që me u thirr në emrat e pejgamberve dhe evlijave që kanë qenë par tyre. Pra, thirrja në këtë rast në Harunin që ka qenë pejgamber, nuk është thirrje biologjike, se Meriemja është motra biologjike e Harunit, por është thirrje në kuptimin e vlerave,
filani ka qenë burr i mirë, ka qenë praktike edhe të na. Ju kanë lënë emrat në bazë njerëzve të mirë për shkak se kanë dashur një lloj bekimi me kohën për pasardhësit e tyre. Edhe Meriemi është thirrur me këtë emër, edhe vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam në këtë hadith po na shpjegon këtë, pra që thirrja nuk ka të bëjë me thirrje biologjike, por ka të bëjë me thirrje të vlerave. Prandaj Kurani është i saktë dhe nuk ka asnjë dyshim në saktësinë e tij. Nëse kujtohet në Kur'an kemi përmend që Meriemja është e vlerësuar. Inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. O Meriemje, Allahu të ka përzgjedh, të ka dëlir dhe të ka përzgjedh nga mesi grave të botës. Edhe në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam ne kemi argumente që na flasin se si Meriemja vërtet ka qenë prej grave të përzgjedhura. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë khayru nisaiha Maryamu ibnatu Imran. Gruaja më e mirë e kohës së vet ka qenë Meriemja. Wa khayru nisaiha Khadija. Gruaja më e mirë e kohës tonë është Hatixha, gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra, edhe në hadithe është dëshmuar kjo vlerë të cilën e ka pas Meriemja. Dhe nëse kujtohet, po e përsëris për shkak se ndoshta disa nuk kanë qenë disa prej dietarëve duke u thirrë në ajetin që cituam, edhe në këtë hadith që përmendëm, kanë përfunduar, kanë ardhur në konstatim se Meriemja ka qenë pejgambere. Natyrisht që ky nuk është mendimi i xhumhurit, i pjesës dërmuese të dietarëve, është thjesht një mendim i cili është bazuar në ajet dhe në hadith, por që nuk është i saktë. Nuk është i saktë për faktin se Imam Neveviu ka thënë që ajeti dhe hadithi flasin për një vlerë teje të madhe, por nga ajo që dim është se kushti për të qenë pejgamber është që të jetë mashkull. Prandaj fakti që Meriemja ka qenë femër nuk kupton se ajo është me vlera, por nuk është pejgambere. Tek pjesa e parë, lindja e Isait alayhis salam, Allahu xhallahu ala ka përmendur disa prej atyre detajeve që janë të rëndësishme, për shembull momentet e lindjes së Isait, dhimbjet që ka përjetuar Meriemja, pastaj shkundja e trungut të hurmave. Ndërsa në hadithe krahas tyre kemi edhe një detaj i cili është me rëndësi për ta ditur. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë: "Ma min mauludin yuladu illa wash-shaytanu yamassuhu hina yulad." Nuk ka fëmijë i cili lind, e cilin djalli nuk e prek. Fejestehillu sarikhan min messi shejtani ija. Prandaj i keni parë që fëmijët çajnë si të lindin, apo? O me jam sam, nuk ka fëmijë që lind, e cilin djalli nuk e prek. Dhe shkak i kësaj prekje është çarja. Me përjashtim illa Maryama wa ibnaha, me përjashtim të Meriemës dhe të djalit të saj, pra të Isait alayhis salam. Dhe ky fakt, ky hadith mbështetet edhe me një ajet kuranor në cilin nana e Meriemës është lutur dhe ka thonë: "Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim." O Zot, unë po të kërkoj që ta mbrosh Meriemën edhe pasardhësit e saj nga djalli i mallkuar. Pra lutja e saj është e pranuar dhe Allahu xhallahu ala ka bërë që Isai alayhis salam të jetë i mbrojtur. Mirë po, ka një detaj që besoj se na intereson edhe duhet ta dim. A është ky fakt një veçori vetëm për Isai alayhis salam, apo të gjithë pejgamberët janë të mbrojtur nga djalli? Ose a ka dikush tjetër që është i mbrojtur nga djalli përveç pejgamberëve? Allahu në Kur'an na ka treguar se djalli nuk ka pushtet mbi salihinët, mbi ata që janë të devotshëm, mbi ata që janë të mirë, mbi ata që janë të udhëzuar. Pra, përveç pejgamberëve, ka edhe një grup tjetër të njerëzve që janë të mbrojtur nga lajthitja e djallit.
mirë po nuk janë të mbrojtur nga prekja e tij. Prandaj Imam Neveviu ka thënë që kjo karakteristik është vetëm për Isain edhe nanën e tij, nga se pejgamberi alayhis salatu wassalam po na thot neve kështu në hadith. Dhe përderisa është kështu, atëherë ne duhet ta besojmë. Interesante në hadith është që ka dhe përshkrime fizike për dukjen e Isait alayhis salam. Ka dhe përshkrime fizike për pamjen, për dukjen e Isait alayhis salam, dhe sigurisht se kjo e ka rëndësinë e vet. Çfarë mendoni se e ka rëndësinë? Allahu pejgamberi alayhis salatu wassalam ra'aytu Isa wa Musa wa Ibrahim. I kam parë Isan, Musan edhe Ibrahimin. Fa amma Isa fa ahmar ja'd arid as-sadr. E kam pa Isain ka qenë i kushërrem, që i thojmë ne petrit. Ka qenë me flok kachurrela edhe gjoksin e madh. Pra, edhe në dukje në fytyrë i heshëm, edhe në kuptim të fizikut i zhvilluar. Arsyeja pse, siç do të shohim me lejen e Zotit më vonë, pse pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka përmend me këto përshkrime është që çfarë mendoni? Haxhi Fatmer? Është që ata që do të takojnë Isain alayhis salam do ta njohin në bazë të përshkrimeve. Ata që do të takojnë do ta njohin në bazë të përshkrimeve që pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kjo ishte, se themi, një lloj hyrje rreth fillimit, prej momentit të lindjes, disa tipare, disa karakteristika që kanë bëjnë me vetit fizike. Ajo që neve na intereson më së shumti ka të bëjë me dëshmin, me akiden, me kredon, çfarë nënkupton Isa alayhis salam për neve. Isa alayhis salam për neve është pjesa e shahadetit, është pjesa e dëshmisë. Çdo kush që e beson Muhammedin alayhis salatu wassalam, e beson Isain alayhis salam, ai konsiderohet që e ka plotsu besimin e tij. Çdo kush që nuk e ka këtë besim, ose që beson ndryshe nga kjo që është e përshkruar në Kur'an, ai konsiderohet që është i dal nga feja e vërtet. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë, kush dëshmon se Allahu është një, nuk ka zot pas tij. Kush dëshmon se Muhamedi është Abdullahi wa Rasulu, është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Kush dëshmon se Isai është Abdullahi wa Rasulu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Kush dëshmon se Isai është robi i Allahut dhe pejgamberi i tij, dhe është fjala të cilën Allahu ja ka shpall Maryamës, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana alayhi min amal. Pavarësisht se çfarë veprash ka bërë, Allahu do ta fut në xhennet. Kush e ka besimin si godin, kush e ka besimin si tërsi, Allahu xhalla wala do ta fut në xhennet. Dhe pjesë e këtij besimi është që ne ta besojmë edhe Isain alayhis salam, pra si të dërguar të Allahu xhalla wala. Ajo që thash ka rëndësi është për faktin se tani më besimin në Isain, Triniteti, besimin në Isain si Zot ose si djali i Zotit, a mendoni që është besim i vërtet? Natyrisht se jo. Prandaj kam përfunduar dietar me konstatimin se Triniteti është idhujtari. Triniteti është shirk, është idhujtari, dhe se ata që thirrën në Isain alayhis salam nga ky besim, në fakt nuk e besojnë fare atë. Në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam, përkitazi me Isain, ka një trajtesë në mënyrë të tërthartë. Ka një lloj nxitje për të krishterët,
dhe kjo e dëshmon gatishmërinë islame që të mos bëj përjashtime. Dera e islamit është e hapur, thirrja e islamit për njerëzit është e hapur, ju mbetet njerëzve që ata të pranojnë fen edhe të kthejnë. A thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, thalathatun lahum ajran. Janë 3 grupe të njerëzve që shpërblimi i tyre në start llogaritet 2 fish. Një prej këtyre grupeve është në mënyrë tekstuale, ka thonë kësaj: rajulun min ahli al-kitabi amana bi nabiyyi thumma amana bi. Një i krishter ose hebrej i cili ka besuar fillimisht pejgamberit të vet e pastaj më ka besuar edhe mua. Pra nëse sot një i krishter vjen edhe beson Muhamedit alayhi salatu wassalam, shpërblimi i tij do të llogaritet 2 fish. Pse? Për faktin se ka besuar Isa alayhi salam, ka ardhur në Islam, e ka besuar Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe e ka korrigjuar besimin e tij. Në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam që kanë të bojnë, që trajtojnë këtë aspekt të akides, të besimit, për këtë me Isa alayhi salam, gjejmë edhe një përshkrim figurativ se cila është lidhja ndërmjet pejgamberëve. Ka një përshkrim që në mënyrë figurative e përshkruan se qysh janë të afërm pejgamberët ndërmjet vete. Çka e ka Muhamedi alayhi salam me fjalë popullore Isa alayhi salam? Në hadith ka thonë: ana awla an-nasi bibni Maryam. Un jam njeriu që kam më së shumti merita në Isa alayhi salam. Wal anbiya'u awladu allatin. E dini pse? Për arsye se pejgamberët janë evlad të një babe me nana të ndryshme. Një burr i ka 2 gra. Edhe me 2 grat i ka 4 fëmijë. Këta 3 fëmijë kënë e kanë babë? E kanë një babë përbashkët, apo? Nanat i kanë të ndryshme. Bedruddin Aini, një dietar hanefi i cili e ka një koment të jashtëzakonshëm të haditheve, e ka shpjeguar në këtë formë. Sa i përket bazave të fesë, krejt pejgambert janë njëjtë. A ka pejgamber që ka thonë që mos me besu Zotin? Ne kemi në ligjëratën e kaluar e kemi përmend se Isa alayhi salam nuk ka pretenduar adhurim për vetveten. Ka thonë: unë jam rob i Zotit, inni Abdullah, unë jam rob i Zotit. Krejt pejgambert e Zotit në bazat e besimit, në ndejt e besimit janë të njëjtë. Prandaj në këtë vijen që është vertikale, krejt pejgambert janë një. Gjithë kanë ardhur prej Allahut, gjithë kanë thirrë në besim në Allahun xhallahu ala, ndërsa ligjet dytësore dallojnë prej një pejgamberi në pejgamberin tjetër. Pra, tek Isa mund të ketë patur diçka që ka qenë e veçantë për të, për popullin e tij, ndërsa në Islam tek Muhamedi alayhi salatu wasalam ka diçka që është e veçantë për ummetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Mirë, po këto janë çështje vetëm dytësore, jo primare. Për këtë arsye, në këto hadithe të Muhamedit alayhi salatu wassalam ne gjejmë edhe përshkrim sa i përket mandatit të misionit të Isait alayhi salam. A mund thirrën sot, a kanë drejt të thirrën se misioni i Isait vazhdon? Natyrisht se jo. Nga se ardhja një pejgamberi, veçma se Muhamedit alayhi salatu wassalam i anulon misionet e mëhershme. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë: utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Zoti mi ka dhënë 5 gjëra që asnjë pejgamberi para meje s'e ka dhënë. Ka thonë kësaj: kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa ana bu'ithu ila an-nasi amma. Pejgamberët para meje dërgoheshin veç te një popull, ndërsa unë jam dërguar tek njerëzimi i mbar. Isa alayhi salam sipas tij përshkrimi, pra ka qenë për një periudhë të caktuar, për një popull të caktuar. Ndërsa Muhamedi alayhi salatu wassalam ka ardhur për njerëzimin mbar dhe jo vetëm, ka ardhur edhe për xhinët dhe ka ardhur universalizëm edhe në kuptimin kohor,
ka ardhur deri në fund të kësaj bote. Është interesante, ju e dini që ne duhet që pjesë e besimit ton është që me pejgamberët kemi edhe edukat, edhe moral, edhe veç mes në fjalor. Ndonjëherë dikush mund gaboj edhe ta thotë ndonjë fjalë që nuk është etike, mirë po që nga besimi mund të ketë edhe pasoja, për shkak se etika me pejgamber duhet jetë e veçantë. Prandaj ne e gjejmë në hadith e Muhamedit alayhi salatu wasalam tek na flet jo vetëm për këtë lidhje që ka në kuptim të misionit, të dytë janë pejgamber, të dytë janë prej Zotit, të dytë e kumtojnë besimin. Krahas kësaj na tregon edhe një lidhje emocionale që e ka me Isai'n alayhi salam. Në ditën e llogarisë, Allahu xhallahu ala kur t'i merr në pyetje një pjesë të ummetit muslimanëve, edhe të vendos që për shkak të gjunave tyre ata me shkon në xhehenem. Do t'i thot Muhamedit alayhi salatu wasalam, çka është puna me këta? Pse këta njerëz nuk kanë qenë të uzuar? Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë kësaj: fa aqulu kama qala al-abdu salih. On ka me thonë, qysh ka thonë robi i mirë i Zotit. Qysh ka thonë robi i mirë i Zotit? Isa alayhi salam ka thonë kësaj: wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falama tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim. O Zoti jam, unë po them qysh ka thonë Isa alayhi salam. Sa jam kon mesin e tyre, unë jam kon dëshmitar edhe i kumudhzuar. Pasi që kam vdek, ti e kon përgjithës, ti e kon mbikëqyrës. Pra, poenta është tek kjo thënia fa aqulu kama qala al-abdu salih. Unë kam thonë qysh ka thonë robi i mirë. Pra ka thujt Isa alayhis salam me emër përkthës, edhe siç e dini fjala abd arab në terminologjinë fetare nën kupton vlerësimin absolutisht më të madh që kom ju bë dikujt, siç edhe do ta vrem. Kur ka qenë Muhamedi alayhis salam në Isra dhe Miraj, qysh e ka thujt Zoti? Isra dhe Miraj është kulmi. Nuk ka respekt më të madh, nuk ka kërkush prej krijesave, as njerëz, as melek respekt më të madh. Qysh e ka thujt Zotin? Subhanalladhi asra bi abdi. I madhruar, i lartësuar është Allahu, i cili e barti robin. Domthonë momentet më të rëndësishme, momentet më të mira e ka thujt rob për më na tregu neve se fjala rob në gjuhën fetare, në terminologjinë fetare është nderi më i madh që i bëhet një njeriu. Muhamedi alayhi salatu wasallam na ka treguar edhe për periudhën ndërmjet tij edhe Isait alayhis salam. Hadithi që ne përmenda pak më përpara, që flet se si ai ka drejt më së shumti në Isa alayhis salam, në fund ka thonë lejse bejni o bejnehu nebi. Ndërmjet meje edhe Isait nuk ka pejgamber. Pra ndërmjet Musait dhe Isait janë 1500 vite. Ka shumë pejgamber. Ndërmjet Isait edhe Muhamedit alayhis salatu wasalam nuk ka pejgamber. Pse po them këtë? Për faktin se keni me lexuar, kam mira në për libra, në për literaturë, me lexu që disa prej dietarëve, duke u bazuar në disa argumente që në bazë të verifikimit nuk janë të sakta, kanë thënë se ka pas pejgamber ndërmjet Isait edhe Muhamedit alayhis salam. Ka qenë një njeri me emrin Khalid bin Sinan, që kinse është kon pejgamber, e vërteta, duke u referuar argumenteve, është se nuk ka pas pejgamber ndërmjet tyre. Pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wa laysa baini wa bainahu nabi, dhe ndërmjet meje dhe Isait nuk ka pejgamber. Dietarët kanë përmend periudhën se sa është ndërmjet Isait dhe sa është ndërmjet Muhamedit alayhis salam. Janë përmend mendime të ndryshme. Njëri prej mendimeve që siç duket e ka dhe mbështetjen e dietarëve është mendimi i Selman Farisiut radiallahu anhu, i cili ka thënë se ndërmjet Isait dhe Muhamedit alayhis salam ka 600 vite. Ka 600 vite. Ibn Hajeri ka thënë që ky mendim
Mexhas është mendimi më i saktë. Në hadithe është folur po kështu edhe për mrekullitë e Isait alayhis salam. Ne kemi përmend që kur e kanë akuzuar në Kur'an, kur e kanë akuzuar Mariamën për lindjen kinse të palidhshme të fëmijës, Isa alayhis salam ka folur. Edhe në hadithe është konfirmu ky fakt. Pejgamberi sa më thon kanë qenë 3 veta të cilët kanë folur. Ka folur Isa alayhis salam, ka folur foshnja e Xhurejxhit dhe ka folur një fëmijë nga Beni Israilit. Po kështu është folur edhe për sofrën. Majde, kaptina Majde në Kur'an ka të bëjë me sofrën, cilën e kanë kërkuar havariunët dhe që sipas disa mendimeve të dietarëve, thuhet se nuk ka zbrit fare. Ose disa kanë thonë ka zbrit, mirë po kur ka zbrit, ata janë urdhëruar që të hanë prej saj dhe të mos e deponojnë. E kanë deponuar pastaj të nesërmën, Zoti ka shndruar në dera dhe majmun, mirë po hadithit cilin e ka shënuar Tirmidhiu nuk është i saktë. Pra përderisa nuk është i saktë, edhe ne nuk merremi me të. Sa përket haditheve, ne kemi përmendur në Kur'an që në mënyrë tekstuale trajtohet çështja e ngritjes së Isait alayhis salam. Në hadithe nuk ka ndonjë hadith që e përmend ngritjen. Mirë po kur përmendet zbritja, çfarë nënkuptohet? Në mënyrë vetvetiu nënkuptohet se edhe ngritja ka ndodhur. Prandaj do të mundohem me lejen e Zotit që të flasim për rikthimin e Isait alayhis salam edhe çysh trajtohet. Isa alayhis salam është ngrit, nuk ka vdekur. Do të rikthehet dhe rikthimi i tij shënon njërën prej 10 shenjave më të mëdha të kiametit. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Inna sa'ata la taqumu hatta takunu ashru ayat." Kiameti nuk do të ndodh përderisa nuk do të ndodhin 10 shenja. Në mes të tyre ka thonë: "Wa nuzulu Isa." Edhe Isai do të zbret. Pra zbritja e Isait shënon njërën prej shenjave që tregojnë afërsinë e madhe të kiametit. Pejgamberi alayhis salam ka thonë po kështu në një hadith tjetër në mënyrë tekstuale ka thonë: "Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam." Pasha atë në dorën e cilët të shpirtim, pra po betohet. Ka shumë gjasa, edhe koha kur do të zbret Isai është e afërt. Përbëj një shkputje, nuk e përmenda, ka shumë argumente që për shkak të kohës nuk po mundem i përmend. Leju shikenne nuk është larg. Ka shumë gjasa që të ndodh shpejt. Për me kuptu këta, pejgamberi alayhis salam ka thonë në një prej haditheve, ka thonë që tregon edhe afërsinë shpirtërore edhe lidhjen emocionale me Isai'n alayhis salam, ka thonë: "Nëse Allahu ma zgjat jetën, do të takoj Isai'n alayhis salam. E nëse vdes para kësaj, atëherë i çoni selam prej meje." Pointa është tek pjesa e parë. Nëse Allahu ma zgjat jetën, unë do të takoj Isai'n alayhis salam, që tregon se zbritja e Isait nuk është e largët. Nuk është e largët. Isai do të zbret hakemen muqsita, udhëhec i drejt, fa yaksiru salibe wa yaqtulu al-khinzira wa yada'u al-jizya. Ka disa detyra të cilat do t'i bën. E para, do ta thyej kryqin, do ta mbyt derën, edhe do ta anuloj gjizjen. Tani e dini që është porosi islame që para se me luftu dikën, duhet që me u prezantu islamin. Duhet me u prezantu nëse pranojnë islamin, bohën vëllezër. Nëse nuk e pranojnë, por pranojnë gjizjen, hynë në kuadër të protektoratit islam, mbrojtjes islame. Në kohën e fundit nuk ka protektorat. Bjen kjo. Ka islam ose luft.
ka islam ose luftë. Prandaj wa yada'ul jizya e ka kuptimin që gjizja, haraçi, taksa, që është për me rujt fenë edhe për me rujt jetën edhe qysh është tani, anulohet në kohën e fundit dhe nuk pranohet asgjë tjetër përveç se islamit. Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka treguar edhe për vendin edhe për kohën se kur zbreti Isa alayhi salam. Vendi, siç përmendet në hadithet e sakta, është në Damask, është tek minarja e bardhë. Koha kur zbreti Isa alayhi salam është koha e namazit të sabahut. Ishte një hadith transmetuar prej Nawas bin Samanit radiallahu anhu, në cilin flitet se derisa Dejjalli vazhdon me ato vrasjet, me ato lajthitjet, mashtrimet, tradhtit e tij, zbreti Isa alayhi salam tek minarja e bardhë. Ka përshkruar pejgamberi sa edhe formën e tij duke zbritur i mbajtur për dy krahve të melekëve, edhe pamjen e tij të bukur që nga koka sikur i pikon uji, edhe pastaj ka përmendur që do ta ndjek djallin, Dejjallin më falni, edhe do ta mbyt atë. Do ta ndjek edhe do ta mbyt në vendin Lud në Palestinë. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thumma ya'ti Isa ibn Maryam qaumun qad asamahum Allahu min fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bi darajatin fil janna. Pastaj kanë me ardhur tek Isa një grup i njerëzve, cilët Allahu i ka mbrojtur prej Dejjallit. Edhe Isa do t'ja ufshin plohurin prej ftyre. Edhe do t'ju thot, tek i vendin këtu në xhennet, tek i vendin këtu në xhennet, tek i vendin këtu në xhennet. Nëse ju kujtohet në ligjëratën e parë pa ta aluduar pikërisht në këtë tekst, çfarë mendoni, cila është rëndësia ose cili është një prej atyre mësimeve madhështore që fshihet në këtë pjesë? Takimi i këtyre besimtarve me Isain në kontekst, a mundi me vrejt diçka që e fshen ndonjë mësim të madh, ndonjë, a është takim i cili i magjeps, a është takim i cili i bën që ndihen të gëzuar, të imase për faktin që po e takojmë një pejgamber të Zotit, apo ka një mësim tjetër nderuar vëllezër? E shehni që Isa alayhis salam i ka takuar ta njerëz që kanë qenë të mbrojtur prej devijimit edhe vrasjes së Dejjallit. Edhe në momenti kur janë takuar, nuk ka diçka që i ka bërë sikur ta kenë takuar për herë të parë, po? Edhe pse janë takuar për herë të parë, nuk është diçka që i bën këta njerëz me besu se ne takuam një pejgamber, ne u takua me një dërguar të fundit Zotit që ka ardhur, një pejgamber të cilin Allahu na ka treguar në Kur'an, një pejgamber për cilin na ka treguar pejgamberi sa në hadithe. Takimi është sikur ta ke njohur përgjithmonë. Takimi është sikur ta ke njohur përgjithmonë për faktin se me zbritjen e Isait, me vrasjen e Dejjallit, ma nuk ka kohë për kuriozitete. Ma nuk ka kohë për mbarojnë këto. Domthon ajo çudia, ajo magjepsja, marrin fund pse? Për arsye se tani në çdo moment, në çdo çast që kalon, shihet afërsia e kiametit. Edhe takimi me Isain alayhis salam është takimi besimit. Pra këta njerëz janë taku për herë të parë me të. Edhe kur e kanë taku, e kanë trajtuar sikur ta kenë takuar përgjithmonë. Madje edhe në hadithe të tjera, siç do të përmendim, kur Isa alayhis salam zbret namazin e sabahut, trajtohet plotësisht sikur ta kenë njohur besimtarët. Ka thënë me sa kayfa antum idha nazala fikum ibn Maryam
wa imamukum minkum, sa madhështor jeni. Në mesin tuaj do të zbret Isai, edhe imami do të jetë prej jush. Fakti që domethënë nuk ka me paraqit në kuriozitet, në diçka ty në gjanave që fatkeqësisht ne i kemi sot, pra gjanat nuk i shohim me marrë mësim për tyri. Të regohet që pejgamberi sa kur e ka përmend Isain, e ka përmend si diçka të afërm. Domethënë koha e tij gati është me ndodh. Prandaj ma nuk ka kohë për kuriozitete. Kanë me i thonë, apo del me na fal namazin? Sikur e kanë njohur. Domethënë ai zbret ato përshkrimet që tham se kanë rëndësinë për ta njohur Isain alayhis salam, pra sikur ma nuk mbyllet ai kapitulli, ajo koha kur ne duhet që prandaj pyethem nderuar vëllezër, shenjat e kiametit mos i lexoni si kuriozitete. Mos i lexoni si diçka që janë fantazi, se diçka që sa për ta kaluar kohën, se diçka që u ashuan atë kurreshtjen për të njohur gjanat të sardhmes. Shenjat e kiametit i lexoni dhe i lexojmë si diçka që mundem të ndodhë në çdo çast. Prandaj edhe rasti këtyre besimtarëve, cilëve ja u ka fshi dheun plohurin prej fytyre, tregon se e kanë trajtuar Isain alayhis salam tamam sikur ta kenë njohur përgjithmonë. Nga se ma nuk ka kohë për kuriozitete. Çdo çast shihet fundi i botës, edhe jo rastësisht ka thënë pejgamberi alayhis salam hadithin që veç e përmendëm pak më herët, shtesa e tij asgjë nuk ka vlerë sa një sejdë. Parja nuk ka vlerë, pasuria nuk ka vlerë. Ajo që ka vlerë, ka vetëm sejdë. Isai alayhis salam gjatë kohës së shëndrimit të tij do të kryej disa punë të rëndësishme. E para është gjykatës, udhëheqës. Mirë po udhëheq me shariatin e Muhamedit alayhis salam. Nuk udhëheq me librin që ka pasur më herët. E dyta, e thyen kryqin. Imam Neveviu ka thënë, thyrja do të ndodhë edhe fizikisht, por do të ndodhë edhe si koncept. Pse fizikisht? Që t'ju tregoj se ajo që ju keni besuar nuk është e vërtetë. Edhe në kuptimin e konceptit, pra, do t'ju tregoj se ajo që ju keni besuar se janë 3 zota, se unë jam djali i Zotit, ose se unë jam Zoti, është gabim, prandaj nuk vlen. Po kështu është edhe mbytja e derrit. Domthonë e thyen kryqin, e mbyt derën, e anulon xhizjen, edhe Allahu te bareke ve teala gjatë kësaj periudhe i shton të mirat. E shton bereqetin, e shton bollokun, e shton mirçenin, e shton sigurinë. Pejgamberi sa ka përmend që në këtë kohë Allahu xhelle wala i largon këshijat prej zemrave. I largon madje edhe prej kafshëve elementet që janë natyrës shtazarake edhe agresive. Për shembull nga gjarpri e largon helmin, nga luani e largon tërbimin. Thotë pejgamberi sa fëmia do të luan me gjarprin, gjarpri nuk do ta mbyt. Fëmia do të luan me luanin, luani nuk do ta mbyt. Ujku do të qëndrojnë mesin e deleve, sikur t'jetë një qen që i ruan delet, pra. Sikur t'jetë një qen që i ruan delet. Pastaj nuk do të kenë fuqi besimtarët, bashkërisht me Isa alayhis salam, që t'ju bëjnë ballë Yexhuxhve dhe Mexhuxhve. Dhe Isa alayhis salam do t'i merr besimtarët, do t'i vendosë në një kodër, dhe do ta lutë Allahun xhelle wala që Allahun ti mjaftoj karshi Yexhuxhve dhe Mexhuxhve, dhe Allahu xhelle wala do t'u merr shpirtin atyre. Mirë po, kur t'u merr shpirtin për shkak se janë numër shumë i madh. Ndoshta ndonjëherë nëse na vjen rasti me shpjegu si shenjat e kiametit, e dini që kalojnë pranë një liçeni, fillon me pi ujë i parë, pastaj i fundit nuk gjen ujë aty. Do thotë liçeni mundet me qenë me mijëra metra i thellë, mundet me pas ujë shumë dhe nuk mbetet asgjë aty. Prandaj janë numër shumë i madh. Dhe kur vdesin kundërmojnë. Prandaj nga kundërmimi nuk munden me ndajt besimtarët. Prandaj Isa sa me lut Allahun azza wa jall, i cili sjell zogj që i marrin këta trupa
dhe i dërgojnë atje ku Allahu te bareke wa taala dëshiron. Dhe kësaj Isait alayhis salam i afrohet vdekja. Është përmend që prej punëve në bazë të haditheve që kryen Isa alayhis salam është që nuk do të vdes pa e bërë telbien lebejk Allahume lebejk për umre ose për haxh. Pra Isa alayhis salam do të shkon në Mekë tek Kabeja, do ta bën umren ose haxhin. Pse po e përmendi këtë? Është edhe për faktin se dietarët janë unanim se Isa alayhis salam si njeri do të vdes. Por ku ka vdek? Dhe ku do të varroset? Ku do të vdes, më falni, dhe ku do të varroset? Mendime ka që do të vdes në Palestinë. Ka mendime që do të vdes në Medinë dhe do të varroset afër pejgamberit Sam, Ebu Bekrit dhe Omerit radiallahu anhuma. Nëse marrim këtë hadith edhe kryerjen e haxhit dhe umrës, është shumë e mundshme që për këtë nuk ka një argument të qartë, janë ijtihadi dietarëve, janë mendimet e tyre. Mund t'ja qellojnë dhe mund t'ja gabojnë. Mirë, por nëse ne referohemi këtij hadithi, ka shumë gjasa që vdekja e tij të jetë në Medinë. E kryen haxhin, kthehet në Medinë dhe aty vdes. Dietarët kanë përmend edhe një çështje që ka të bëjë me çndrimin e Isait alayhis salam në tokë. Janë përmendur dy tekste. E para ka thonë Sam çndron mesin e njerëzve 7 vite. E dyta ka thonë çndron mesin e tyre 40 vite. Janë dy periudha që kanë një dallim bukur të madh. Për shembull, që janë 7-8, thot njëri, mirë po ne si besimtar që e dim se nuk ka kundërthënie në fjalët e Muhamedit alayhis salam, atëherë na duhet që ta gjejmë shpjegimin. Shpjegim më të bukur e ka bërë Imam Ibn Kathiri, i cili ka thonë, sa vite ka jetuar Isa alayhis salam para se me u ngrit? 33 vjet, kushta? Haxhi Bekimi. Plus 7 vite që përmend në hadithën e parë, sa vojnë? 40. Prandaj kjo është mënyra e përputhjes ndërmjet këtyre argumenteve. Ka jetuar 33 vite para se të ngritet, pastaj kthehet jeton edhe 7 vite, e kryen misionin dhe e tërë jeta e tij përmbyllet me 4 dekada me 40 vite. Për të mos e zgjat shumë, po kaloj tek pika e fundit, edhe besoj që është pjesa më e rëndësishme. Ndoshta për faktin se mënyra se si është trajtuar Isa alayhis salam ka pas pasoja doktrinare. E para është përmend në hadithe, janë përshkruar në hadithe që të krishterët kanë deviju për shkak dashurisë. Nuk e kanë shah, nuk e kanë fy, e kanë dashur, kanë deviju, e kanë dashur jashtë masës. Domethënë Isam la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Mos zgaboni me glorifiku, me shenjtru, me livdu për tepërmi, edhe lëvdatat e tepërme. Në qoftë se ja thu dikuj ka lënë gjuna. Fa innama ana Abdullahi wa rasuluhu faqulu Abdullahi wa rasuluhu. Unë jam rob i Zotit dhe pejgamber. Kush don me më livdu, le thot Abdullahi wa rasul, rob i Zotit edhe pejgamber. Edhe më herët e përmendëm që nderi më i madh çka është? Me i thanë rob. Pejgamberi sa po na mëson që kush do me nderu, kush do me livdu, është që me i thanë Abdullahi wa rasul. E të krishterët kanë deviju për shkak se pej dashnisë e kanë quajtur Zot. E dyta, krishterët i kanë adhuru, dhe kjo mendoj që ka rëndësi të madhe për ta kuptuar, i kanë adhuru për iftrin. Ka qenë një sahabi me emrin Adi ibn Hatim. Edhe ka qenë i krishter. Edhe një ditë pejgamberi sa me ka lexuar ajetin ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Krishterët dhe hebrejt, preftrejt edhe murxhit i kanë respektuar si zota. Ka thonë ja Rasulullah, na nuk i kemi respektuar ashtu.
unë më koni krishterë. Dhe me jam e sa në qofë se ju kanë urdhru, diçka që ka qenë kundërshtim me, a i këni respektu po. Në qofë se ja u kanë leju në diçka që ka qenë ndaluar, a i këni respektu po, ka thonë kjo është adhurim. Pra çdo kush që i bindet një diçkaje që bjen ndesh me fjalën e Zotit, veprimi i tij llogaritet adhurim. Veprimi i tij llogaritet adhurim, prandaj pejgamberi sa nga kjo perspektivë e ka quajtur adhurim. Dhe e fundit, pejgamberi sa ka folë për një fenomen i cili është i përhapur gjerësisht në mesin e të krishterëve. Çka shehni më shumë tin kisha? Ikona, fotografi. Edhe i kanë lajmëruar pejgamberin alayhis salam pasi janë kthy prej Etiopis, Habeshit, që kanë pa atje kisha, kanë pa statuja, kanë pa. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, la'natullahi 'ala al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allahu i mallkoft hebrejtë të krishterët. Varrezat e pejgamberëve i kanë shndruar në faltore. Pra kanë bën një mëkat, kanë bën një krim të jetë madh, për cilin kanë merituar edhe mallkimin e Zotit, nga se varrezat e pejgamberëve i kanë shndruar në faltore, në xhamitë të tyre. Prandaj edhe kanë bërë mëkat. Po kështu ka thonë, ata janë njerëz që nëse dikush nga mesi i tyre që ka qenë njeri mirë vdes, ata i bëjnë një pikturë, një ikon dhe pastaj e adhurojnë atë, ulaike shirarul khalqa inda Allah. Këta njerëz që bëjnë statuja, që bëjnë piktura, janë krijesat më të liga, më të dëmshme, më të këqija tek Allahu te bareke ve taala. Kjo ishte një përmbledhje e shpejtë rreth Isait alayhis salam nga perspektiva e haditheve të Muhamedit alayhis salam. E pam që Mariemja është e vlerësuar, që është edhe në Kur'an, e pam që mrekullitë siç janë konfirmuar në Kur'an janë edhe në hadithe, pam disa detaje që kanë bëjnë në Kur'an përmendet si shenjë aludohet si shenjë kiametit, ndërsa në hadithe ka shpjegim të detajuar për këtë azim të, dhe ato që kemi përmendur edhe më herët në ligjëratën e parë, që kanë bëjnë me devijimet e të krishterëve, i pam edhe në hadithet Muhamedit alayhis salam. Allah në lutim që Allah në udhëzoj, Allah në mësoj të jemi prej atyre që dëshmojnë me zemër se Allah është një, se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, se Isa është rob dhe i dërguar i tij, dhe që Allah të na bëj prej atyre që pavarësisht gabimeve dhe gjunave që kemi, Allah të na futë në xhenet. Zoti është përbleft, ju falenderoj për vëmendjen, unë me kaq, selam aleikum.